vjetra në muaj deri në 25.000 lek të vjetra. Indeksuar me 2.7%, i bje është për të tallur edhe për të ardhur keq, që kjo shifra është 60 lek. 60 lek në muaj përfitojnë këta qytetarë. Po duke rritur këtë numër, ata maskojnë të vërtetën dhe e rritin numërin që ne jemi qeveria që trajtojmë qytetarët në mas të madhe, pra rrit numërin fiktiv. Faktikisht janë 755.000 pensionistë. Dhe për këta, ky pension i rritur në këtë mas është shumë problem, sepse nuk u plotëson ato nevojat e vet. Megjithatë, duhet të themi që kjo duhet të ndodhte që në muajin shkurt. Pse? Kriza botërore ka patur ndikimin e vet. Gjithë qeveritë e vendeve të tjera e kanë bërë këtë ndryshim. Faktikisht, qytetarët kanë konsumuar mallra dhe shërbime gjatë kësaj kohe me çmime të rritura dhe sot marrin një 5.000 lekë të vjetër për çdo muaj, e cila nuk plotëson nevojat e qytetarëve. Zoti Hoxha, për ta sqaruar me një fjali, që pensionistët përfitojnë 5.000 lekë të vjetra rritje, edhe bonusi 50.000 lekë vetëm këtë muaj. Po, vetëm këtë muaj. 50.000 lekë faktikisht për të dhënë shpjegimin e bonusit për 50.000 lekë, duhet të bëjmë disa pyetje, kërkojnë edhe përgjigje këto. Në fund të vitit 2025 në Kuvendin e Shqipërisë u miratua buxheti i vitit 2026, ku u përcaktua dhe mënyra dhe rregulli që do të shërbejë si mekanizëm për të shpërblyer qytetarët në pension. Dhe u tha që të gjitha fondet e pa përdorura dhe në fund të vitit 2025 do t'jenë për bonusin e pranverës. S'ka ndodhur apo? U grumbulluan 230 miliona euro, për të cilat duhet t'i japin shpjegim pse s'u përdor ky bonus aq më tepër që në një kohë krize siç është në Shqipëri, dhe e dyta, me që u dha në këtë moment, duhet të jap përgjigje, dhe përgjigjen duhet të jap qeveria Rama. A janë vërtet të depozituar ato 230 miliona euro atje në Bankën e Shqipërisë, apo i kanë shpërdoruar? Se natyrshëm atë, derisa janë grumbulluar dhe se janë dhënë, atëherë ku janë këto para? Kjo ka vetëm një shpjegim për mua, për të tërhequr vëmendjen atëherë në dhjetor, po edhe më tepër se kur, edhe sot që ne po diskutojmë, jemi në një situatë jo normale, ku mira qytetarë ka dalë në sheshet për të kundërshtuar qeverinë, sepse kjo qeveri e ka humbur besimin, kontratën, më saktë e ka thyer kontratën me qytetarin, për çfarë arsye? Se thuhet atje për shembull që ka marrë 800.000 vota. Nuk po diskutojmë për atë se si i ka marrë qyshtek, po e diskutojmë kështu siç pretendon kryeministri i Shqipërisë. 800.000 qytetarë e ke prishur kontratën, sepse në radhë të parë duhet t'japish llogari për transparencën e përdorimit të fondeve, të grumbullimit dhe përdorimit të fondeve. Gjë që s'ka ndodhur asnjëherë. Megjithëse ka detyrim ligjor dhe her pas here nga opozita është kërkuar që kryetari i qeverisë të vijë në interpelancë, ai është shmangur. Atëherë ai është shmangur qytetarëve, sepse nëpërmjet televizorit ata do të shikojnë se si janë përdorur këto, sepse ka një përshtellim mediatik, po edhe në jetën e përditshme, që thuan janë vjedhur parat. Po ti dil atje, ti ke rastin më të mirë për të shpjeguar këtë që thuhet, këtë që akuzë që ke në mënyrë të drejt për drejt nga qytetarët. Prandaj është kur ti nuk jep me asnjë shpjegim në lidhje me grumbullimin dhe si përdoren fondet, atëherë kjo është të thyer kjo kontratë. Është çështje jo vetëm drejtimi të një shteti, po edhe çështje besimi ndaj qytetarëve. Pra nuk matet me ato 800.000 vota, ai duhet t'japë rrugën, sepse kështu siç e shikoj unë, skemën e sigurimeve shoqërore jo vetëm që nuk plotson interesat e qytetarëve, por shihet edhe nga Banka Botërore si një nga
skemat e sigurimeve shoqërore në botë, që ka problemet e veta dhe duhet të ndryshojë rrënjësisht, sepse nuk mundet Por edhe qeveria këtë ka paralajmëruar, ndoshta nga shtatori, sikur tha ministrja, do të ketë një rishqim të skemës. Nëse ajo është e papërgjeshme, sepse shiko, në këtë të themi indeksim, ajo ka përmendur që do të indeksohen edhe lejet e lindjeve, apo jo. Kështu e ka thënë. Dhe ajo nuk e kupton fare se ç'është skema e sigurimeve shoqërore. Unë e kam akustë drejt për drejt për atë, sepse përfitimet e banlindjeve futen në përfitime afat shkurtër, nuk janë objekt i indeksimit, ashtu si kurse nuk janë objekt i indeksimi edhe kombesimet. Pra, kombesimet dhe përfitimet e tjera afat shkurta nuk janë objekti i saj. Ajo mirë bëri që përmendi, pa ajo duhet të jep të llogari në emër të qeverisë, po edhe kryeministri i Shqipërisë se ç'bëhet me ata shqiptarë që lindin jashtë shtetit, sepse nuk kanë asnjë interes ta përveç anës morale që ti regjistrojnë në gjendjen civile në Shqipëri si shqiptar, sepse atë bonusin që duhet të u jap për çdo fëmijë të lindur, nuk ja u jep këtyre. Ta din të gjithë qytetarët, bile e din ata që e kanë në kurris, kur lindin fëmijë atje, vinë për të regjistruar këtu dhe nuk marrin asnjë lek nga këta. Atëherë si do shtohet, cila është mekanizmi që do të bësh nxitjen e lindjeve? Aktualisht, çfarë mekanizmi kanë fuqi? Çfarë jep qeveria? Asgjë. Në të rokuni. Si e pas vjeprën. Jo, a kam fjalën po për këta që janë brenda? Këta që janë brenda duhet të jenë të siguruar që t'u jap. Po si janë siguruar është tjetër gjë, jo, mund ta marr burri, mund ta marr gruaja, ka ndryshuar ligji kur gruaja nuk është e punësuar, mund ta marr burri duke ndërprerë veprimtarinë ekonomike që ka ai dhe mund ta përfitoj, po si stimul për këta që jeton jashtë shtetit, a pretendojmë ne që do futemi në Europë apo jo? Atëherë ata duke qenë në Europë, pse do regjistrojnë në një vend që s'është në Europë? Këtu edhe të quhen vetëm të marrin atë të themi emrin si shqiptar. Këta e merr moralisht dhe ndjen veten qytetarët dhe vinë këtu, po për t'i stimuluar dhe për t'i bërë aktualisht që të ndjen mirë si shqiptar, ti duhet t'i stimulosh, nuk mund t'i braktisësh, sepse këta i ka lënë pas dore dhe në shumë raste i quan po të themi si njerëz që vinë në moment si turist, po të themi. Nuk i quan si shqiptar që vinë këtu, po vetëm për të si turist do të thotë që ti t'u vjelesh parat këtyre për atë kohë që vinë që ndrojnë këtu, ata t'u marrësh parat, po jo për t'i trajtuar si shqiptar. Nuk mundet ti trajtosh kështu, duhet të kenë një status më të gjerë dhe më të mbrojtur të gjithë ata shqiptarë që janë jashtë vendit. Kjo është edhe arsyeja që shqiptarët jashtë kufive ndjen veten më të fyer, sepse janë jo pak, po gjysma e popullsisë është jashtë kufive të vendit dhe në këtë mënyrë qeveria nuk u shërben. Edhe një ministri që kishte me ministria për emigracionin, nuk e di nëse funksionon apo jo, është shuar fare. Ministria për diasporë nuk është më. Nuk është më, pra, ky bën si të doj, ja jep kur doj pensionin, jep sa doj, pa një rregull të përcaktuar, megjithëse e futi në parlament, pse se dha? Duhet ta jepte atë, nëse do t'ja jepte në shkurt, e disa ju takonte qytetarëve, jo 50.000 lekë të vjetra sot. Po ato 230 milion euro nëse të shpendashin në mënyrë të barabartë për të gjithë pensionistë, do mirni mesatarisht nga 130.000 lekë çdo njeri nga këta që janë në skemë. Ndoshta këtë e ka lënë për në vit të ri. Ndoshta po të ketë fatë të jetë gjë në vit të ri mund ta bëjë, po mund ta bëjë ndonjë tjetër më mirë se ky. Ndoshta. Keni besim që kjo revolta tani, revolucioni mund të sjellë ndryshime? Po kjo duhet të sjell patjetër atë, sepse ky nuk ka asnjë mbështetje popullore. Ky është një klan mafios e cila mundohet ta mbajë pushtetin me forcë,
duke përdorur të gjitha levat e shtetit, siç është policia, siç është shiku, siç janë mekanizmat e tjera institucione shtetërore të cilët ndikojnë mbi qytetarët, kur shikojnë që shumë qytetarë që dalin në protest, ju shikojnë origjinën, ju shikojnë çfarë probleme ka, duke u bërë turistni që të mos dalin në protest. Kjo është edhe një nga arsyet e shpërndarjes së këtij bonusi, është një karamele që është dhënë për pensionistët, sepse nuk u zgjidh asgjë, as 5.000 lekë, as ajo 2.7%, sepse 2.7% nuk është realisht ai inflacioni i viteve. Në një krizë botërore, kur të tërë kanë kështu, këtu është mrekullia. Ne jemi vendi ku kemi ushqimin më të mirë si në kohën e Enver Hoxhëteshit, edhe s'kishim bukë për të ngrënë. Kështu është edhe kjo. Ne jemi vendi i fundit për masën e pensionit që marrin pensionistë, marrin shumë pak, jetojnë në kushte mizerabel, në shumë raste edhe të pamjekuar, sepse nuk kanë mundësi që me këto të ardhurat të mjekohen edhe të bëjnë një jetë normal. Zotë Hoxha, të falenderoj për bisedën, për e mbyllim fatkeqësisht me këtë situatë pesimiste që edhe kjo nuk zgjidh gjë. Jam mirënjohës për këtë shpjegim real, pa shumë lajle lujle, edhe lyrje që qytetarët kuptojnë realisht pra sa do përfitojnë, sa do shkojnë të marrin në këtë muaj nga kjo rritje dhe ky bonus. Të falenderoj shumë. Kalosh mirë.